Ke patur një histori që të ka habitur edhe ty në 10 histori me cilat je përballur, një histori tje veçon për nga... Të gjitha janë shumë të veçanta. Për nga dinamika. Tani për ne që i diskutojmë me një ftohtësi, për personi që i vuan edhe është shumë emocional kur e merr vesh. Një që të të ndaja së fundmi? Së fundmi ka qenë një rast ku burri dhe ishin një çift dhe nuk rrini më me njëri tjetrin, por gruaja tani dyshonte se ky e tralltonte dhe ky shkonte në një pallat çdo ditë, ndalonte X kat, shkonte te X shtëpi dhe e ndoqi detektivi dhe në momentin që ju tregua gruas se ku shkonte dhe në cilën shtëpi shkonte, se nuk morën fotografi tjera, thjesht u gjet se ku shkonte. Se ku shkonte, kishin fëmijë nëse nuk e di? Po, kanë pas fëmijë, po kanë qenë të rritur, se ka qenë çift mosha 54-55. Asaj era të fikt, sepse në momentin që zbuloi në cilën shtëpi është futur... Në cilën shtëpi shkonte? Te shtëpia e kunatës. Në shtëpinë e kunatës? Po, kështu që ka edhe trallti në familje. Ky është një rast që mua më ka lënë me gojë hapur, sepse sigurisht mendohet gjithmonë që personi me cilin po trallton është një person i largët që nuk e njoh, nuk më njeh, por kur ndodh brenda një shtëpie, është se brenda një familje është akoma më e rëndë.